Artan dhe Alfred Alliu, dy vëllezërit që janë përkushtuar peshkimit. Të lidhur me pasionin për këtë profesion, dy vëllezërit Alliu i ndesh shpesh në lagunën e Nartës me varkat e tyre të vogla. Prej 16 vitesh Alfredi dhe 24 vite vllai i tij Artani nuk janë ndar peshkimit, ndërsa veç pasionit sigurojnë edhe diçka nga ana ekonomike për familjet e tyre. Pranojnë një zëri se sot peshkimi ka ndryshuar, në lagunë janë më pak varka krahasuar me vite më parë. Duket se gjithçka sipas tyre lidhet me ndryshimet klimatike, një nga faktorët kryesor që kanë ndikuar në situatën aktuale. Alfred Alliu la emigrimin vite më parë për të rikthyer në vendlindje dhe së bashku me vllain e tij i është përkushtuar peshkimit. Gjuaj në lagunën e Nartës, aty ku pranon se vite më parë kishte më shumë prodhim, ndërsa sot ndryshimet klimatike kanë ndikuar negativisht. Megjithatë, si edhe pranon ai, nuk i ndahet peshkimit dhe laguna stacioni i tij thuajse i përditshëm. Koce, lavrak, qefull, por dhe ngjalat gjenden në lagunë, teksa sipas tij mund të sigurohen për familjen, por edhe për t'i shitur. Sa vite ke që merresh me peshkim? Kam ja 12 vjet në peshkim, se këta burrë ka një 25 vjet me peshkimin. Po më përpara me çfarë jeni? Më përpara unë jam në emigracion. Kam qenë në Greqi 25 vjet në Greqi. U kthem ande, bëm me vllan bashkë. Zëm licenca me dokumenta me gjitha. Po këto vitet e fundit ka qenë çik dobët peshkimi, nuk ashtu. Ka qenë dobët, po para 10-12 vjetë. Po nuk e di, nuk punohet mirë kanali si duket që bën lidhjen me detin, se ky ka lidhje me detin. Që bëhet kanali ande. Tem ne për atë arsye, për ashtu. Po edhe koha për shumë ka rënë koha nga ftoma. Ndryshime klimatike. Po të garantuar, ajo është e garantuar. Zakonisht çfarë peshku gjuani këtu? Po zakonisht është kosja, lavraku e qevlli. Peshk tjetër nuk ka, këta tre janë. Edhe ngjallin që kemi ngjallin ne, po ngjalla me sezone. Është i preferuar peshku i lagunës? Po, lavraku, kosja, qevlli. S'ka lidhje fare me detin apo me karavastan. Ky ka ndryshim se uji të këtu është uji i kripur. Ju e shisni apo e përdorni për shtëpinë tuaj? Po, zakonisht për familje, për kështu, po e ku te brona njeh shumë e shesim ashtu brenda në fshat ose lokalet janë lokale këtej shumë. Latë emigrimin edhe u futën në peshkim. Po. Si ju lindi kjo ide? Po, unë kisha vllain 2 vëllezër atje, dhe ka jo ishte edhe nipi, hade, pse do rish pa punë. Se ne na perdonim këto që kemi këtu nuk ka gjë. E të hyrin i qef? E hyrin qef, mua blem bakën, blem ato materialet gjitha, bëm materialet, fillon. Këtë në fillim para 10 vjet ishte mirë, se kishte. Dite punës më mirë nga greku, nga italianë, nga gjithë. Pastaj si ndryshoi klima, ja shikon vetë, nuk ka gjë. Në këtë kohë po të ishte ftomë shumë, do dilin gjithë me 50 kg, 60 kg peshk. Ku ka, ja dolën anda shokët, 3 kg peshk. 3 kg peshk. Tani 3 kilometra, ti hedhësh në gjallë për 3 kg peshk nuk ja vlen. Në sa shitet zakonisht ky peshk? Po tani kur s'ka për shumë vete, për shumë lavraku vete me 10.000 lekë, 12.000 lekë. Kocja me? Kur s'ka, kocja me 6.000 lekë. Qefli me 5.000 lekë, 6.000 lekë edhe qefli madh, flasim më të madh, se i vogli 3.000 lekë, 4.000 lekë. Më përpara kjo lagun ka patur pafund. Laguna këtu s'kishe ku çojë peshkun, nuk kishe ku çojë peshkun. Zgjidhë çdo varka aty se këtu zakonisht gjithë lagunë janë 40 varka. Janë me licenca. Po. Përveç, më thënë diçka të fundit, përveç ndryshimeve klimatike, ka patur gjuhet i pa kriter normalisht nga ata që janë pa dokumentacion? Jo, këtu në gjorë nuk ka patur, se këtu e shkonte janë të gjitha me targa. E keni ruajtur? Janë, po e kemi ruajtur, kemi ashtu. Tani doli në njëri që mori 2 kg peshk për atë për shumë nuk. Problemi është se këtu s'ka patur as dinamit as gjithë, ka patur rregull. Se ne që kemi qenë të përjeshëm, nuk është se kanë ardhur vinë të uaj nga jashtë. Kur vinë ata, për shumë gjuhet me grepa, me lavraka, anës, kështu, argjinaturës. Po pa dëm, pa gjë fare, nuk është. Ndërkohë Artani ushtron prej 24 vitesh profesionin e peshkimit, nisi krejt rastësisht, ndërsa sot e ka një pasion që do të vijojë derisa të mundet. Edhe ai pranon se vite më parë në lagun kishte mbi 30 varka, ndërsa sot janë përgjysmuar. Peshkimi sipas tij ka rënë ndjeshëm në vitet e fundit. Sa vite ke që merresh me peshkim? 24 vjet që merrem me peshkimin. Keni peshkuar vetëm në gjoll këtu në lagun? Vetëm në lagun me licenca edhe me lejë peshkimi fillimisht nga komuna. Dhe pastaj na pastaj me umë po ja. U futu me umë po. Me çfarë peshkoni? Rjeta, edhe falkoj për ngjallë. Rjeta për peshku, falkoj për ngjallë. Tani është çfarë peshkoj në këtë periudhë? Tani në këtë periudhë është koha që e lavrakut, që lëshon vezët, lavraku. Po edhe qefli, në krahasim me kohën, që do bëj koha e ftohtë, do jetë -2, -3, atëherë peshku bie qëllon më mirë në rjeta, në mrezta. Si ka qenë peshkimi në këto vite dhe vite më përpara kur ju peshkoni? Tani këto vitet e fundit peshkimi është në rënie, sepse janë shumë arsye me fjalë.
Në rast parë janë kushtet klimaterike që janë ndryshuar. Ndoshta edhe anëtet mund të gjojnë anijet e peshkimit edhe nuk e lejojnë peshku që të futet brenda në kohën që furnizohet laguna. Të themi për kanalet kanë punuar, kanalet kanë qenë të hapura, këto 4-5 vite e fundit apo edhe më shumë, kanë qenë të hapura, kanë punuar mirë. Pse ka rënë numri pervina? Gjuhet e paligjshme apo nga ndryshimet klimatike? Jo, nga ndryshimet e klimës, Këtu gjuhet me sytha me fjalë mbi 30. Sythi mbi 30. Sa varka gjuajnë sot dhe sa gjuajnë më përpara? Më përpara kanë qenë 30 varka. 30-35 me fjalë në varësi që mund të futet edhe ndonjë tjetër në UMP. Ndërsa tani janë reduktuar, mund të jenë 15-20, sepse zona e nartës dhe Zvonesit po thuaj se janë larguar. Ishte pasion me fjalë që unë futa në peshkim. Një kunat im vinte me fjalë për të gjuajtur peshk kanaleve këtej, edhe kishte një 300 metra rrjet. I mora ato rrjetat, u futa në ngjall me ato rrjetat, i themi shoku, i marr bark me atij shokut, dhe u futa në ngjall, kapëm një peshk në fillim. Pastaj më thotë ai shoku, ai edhim rrjetat ato. I hodha rrjetat atje, ditë tjetër ka pa 40 kg peshk me 300 metra rrjet. Atëherë u fut ajo pasioni me fjalë për të gjuajtur edhe në ngjall në lagunë. Peshkimi mbetet një nga pasionet më të mëdha për banorët e Vlorës dhe rrethinave. Laguna e Nartës është një nga zonat ku i ndesh shpesh, edhe pse ka rënë ndjeshëm kjo edhe për shkak të ndryshimeve klimatike, sërish peshkimi mbetet një pasion që nuk shuhet kurrë.